Kujdes duhet kenë dhe individët të cilët trajtohen për patologji të tjera dhe marrin preparate, pra medikamente për patologji të tjera, sepse ka disa medikamente të cilat janë fotosensibël, që do të thotë në momentin që unë marr një preparat për një X patologji tjetër, unë jam më fotosensibël, pra më e ndjeshme ndaj thithjes së rrezeve të diellit, pra lëkura ime është më e ndjeshme. Për shembull, të tillë janë grupi i antiinflamatorëve, që shumë njerëz mund t'i përdorin për shumë arsye të tjera. Grupi i antibiotikëve, po disa antibiotik mund të rrisin, domethënë sensibilitetin e lëkurës nga dielli, duke janë këto fotodermatoza quhen në gjuhën mjekësore, ose ciklinat, tetraciklinat, vetë për shumë persona të cilët trajtojnë aknet i përdorin shumë grupin e ciklinave si antibiotik për trajtimin e akneve.